الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, Assalamu alaikum. Dhe mirë se vini në takimin më të ri nga programi Nën hijen e Ramazanit. Kësaj radhe tema për cilën do të flasim ka të bëjë me dhikrin. Dhe pikërisht për ta trajtuar këtë temë e kemi ftuar në studio Artan Efendi Zeka, i cili do të na flet për këtë temë dhe në radhë parë shpreh mirëseardhje. Mirëseardhje Efendi. Mirë se gjetëm. Përderisa kemi të bëjmë me dhikrin, atëherë fjala dhikr natyrisht është në gjuhën arabe. Çka ne kupton dhikri si në aspektin gjuhësor, gjithashtu edhe në aspektin fetar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, ndërsa përshëndetjet tona qofshin për më të dashurin ton Muhamedi alayhis salam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij. Fillimisht në aspektin gjuhësor, nëse trajtojmë dhikrin, që është një nga ibadetet shumë të rëndësishme, në aspektin etimologjik fjala dhikr do të thotë përkujtim apo përmendje, ndërsa në aspektin terminologjik do të thotë përmendje Allahut, dhe ai mund të bëhet në forma të ndryshme, siç janë falënderimi, madhrimi, namazi, duaja, lartësimi i Allahut, leximi i Kuranit e kështu me radhë. E kundërta në dhikra, gjitha këto mbledhen në nocionin dhikr. Dhe e kundërta e dhikrit apo përmendjes për kujtimit të Allahut është gafleti, që është lënia, braktisja e dhikrit qëllimshëm, dhe Allahu në Kur'an thotë wala takun minel ghafilin, dhe mos u bë nga ata që janë të shkujdesur. Pra shkujdesja është një smundje e zemrës. Në anën tjetër kemi të bëjmë edhe me harresen. Harresa në këtë rast, mos përmendja e Zotit nga harresa është pa qëllimshme, pa vetëdijshme. Nuk futet do thotë në gafël. Në gaflet nuk futet shkujdesje, mirë, po edhe kjo është një dobësi e njeriut. Duke marrë parasysh se fjalës njeri në gjuhën arabe i thuhet insan, e insan rënja e fjalës insan është nga nisjani, nga harresa, dhe njeriu është ai i cili haron, dhe kështu thotë Allahu xhaleshanuhu wadhkur rabbaka idha nasit. Përkujtoj Zotin kur haron. E përkujtimi i Zotit kur ne gabojmë është pendimi, shprehja e keqardhjes. Dhe mund të themi se dhikri është përmendje e Zotit që ka një rëndësi shumë të madhe, mirë po nuk është vetëm një përmendje e rëndomt, mirë po me këtë duhet të nënkuptohet lidhshmëria e robit, malli për Zotin, dashuria për të, ndjenja e frikë respektit ndaj tij, gjitha këto kuptohen dhe duhet të kemi parasysh çdo herë që kur e përmendim Zotin xhaleshanu, dhe për ta përmendur se dhikri është një gjuhë e përbashkët e gjitha krijesave. Sepse të tjera përveç njeriu përmendin Zotin. Ashtu Zoti për këtë na tregon në Kur'an ku thotë wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Çdo gjë e falenderon, e madhron Zotin, e lartëson Zotin, walakin la tafqahuna tasbihahum, mirë po ju nuk mund ta kuptoni mënyrën se si e bëjnë ato. Do thotë një gjuhë e përbashkët që e bojmë të gjithë krijesat në kosmos, pra edhe njeriu që është besimtar, duhet të ketë parasysh gjithmonë dhikrin, këtë ibadet kaq me vlerë dhe kaq të rëndësishëm i cili na ofron tek Allahu xhaleshanuhu. Po mirë, atëherë do thotë përderisa ju e quajtet ibadet, kemi urdhër nga Zoti që ne ta përdorim dhikrin, të jemi ata të cilët vazhdimisht duhet të jemi do thotë aktiv në përmendjen e Zotit. Sigurisht ajetet dhe thirrjet e Allahu xhaleshanuhu për të bërë dhikr, për ta përmendur atë janë të shumta. Në Kur'an thuhet o ju besimtar, përmendni shumë Allahun. Udhkurullaha dhikran kathira. Përmendni shumë Allahun. Madje kur na vijnë urdhët nga Allahu për faljen namazit, Allahu thotë falë namazin, jepni zakatin.
agjeroni muajin e Ramazanit, wa atimmul hajja wal umrata lillah, kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut. Ndërsa kur vjen urdhri i Allahut për dhikr, potencohet shumë. Pra bëni shumë. Përderisa për ibadete tjera vjen vetëm urdhri. Kryeni unin, kryemi e një obligimi. ndërsa për dhikr vjen urdhri i Allahut që të bëhet shumë, pra të bëhet shpesh, sikurse vetë pejgamberi alayhis salam praktikisht na ka tregu, nëna besimtarëve Aisha tregon se i dërguari i Allahut e përmendte Zotin në çdo gjendje, në çdo kohë, në çdo vend. Prandaj dhikri është i cili duhet na përcjell kur zgjohemi, fillimisht, kur dalim nga shtëpia, kur vendosim në një vend, pra dhikri kur hidhrohemi, dhikri që do ta shohim, pra dhikri në çdo moment, çdo situatë, prandaj mjafton të thuhet për vlerën e dhikrit se Allahu xhaleshanu i lavdroi ata besimtar, edhe besimtarët cilat e përmendin Zotin, duke thënë nesta'idhu billah wa dhakirina Allaha kathiran wa dhakirat, ata burra që përmendin shumë Allahun, dhe ato gra të cilat e përmendin shumë Allahun, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allahu ka premtu falje dhe shpërblime të mëdha. Për kur kemi falje, vjen urdhri i Allahut për gjëra të mëdha, ka falje, ka shpërblime të mëdha, falja për cilën kemi nevojë gjithë ne, po edhe shpërblim i madh. Pra Allahu po e cek dhe po thet shpërblim i madh. Përveç faljes dhe shpërblim të madh. Shpërblime të mëdha dhe dobi të shumta që e përcjellin këtë ibadet, dhikrin. Këtu kemi. A mund të ndalemi këtu përderisa ka vlerën, do të thotë kështu vrehet se është shumë i rëndësishëm, po a ka të drejtë besimtari dhe ai pranohet dhikri kur ai e përmend Zotin nuk ka vdes ose nuk është i pastër. E kuptojmë ne, nuk është i pastër. A ka të drejtë ta përmend Zotin në këto situata? Dhe ai pranohet dhikri i tij. Zotit pra nuk është kusht që të jemi me abdes. Ai duhet, ndërsa disa sa i përket pastërtisë, sa i përket për gjunubit, po edhe atëherë lejohet dhe duhet të përmendet Zoti, mirë po janë disa ndalesa si është leximi i Kuranit mirët në dorë, po dhikri nuk ka ndonjë pengesë që të bëhet, pra është dhikri duhet na përcjell në çdo moment, duhet na përcjell në çdo situatë, sepse konsiderohet një të përcjellës i njeriu i pandërprer. Allahu xhaleshanu në Kur'an e po ashtu edhe porosit që mos i ndahemi dhikrit se është gjë shumë e madhe. Wala dhikrullahi akbar. Gjëja më e madhe për njeriu është dhikri. Është nevojë e pakrahasueshme për çdo njeri, çdo besimtar, madje kur i cilëson besimtar dhe thot për ta se ata e përmendin Allahun shumë. Në të kundërtën janë ata. Cilësive të besimtarëve është që përmendin Zotin shumë. Një nga cilësitë e besimtarëve janë përmendja e Allahut, përmendja shumë. E përderisa hipokrit apo dyftyrsh janë cilësuar në Kur'an wala yadhkuruna Allah illa qalila, ata nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Apo e përmendin ndonjë situatë të palakmueshme kur janë ndonjë vështirësi, e duke ditë se Allahun duhet ta përmendim, duhet ta njohim, duhet t'i drejtohemi atij. Pikërisht edhe kur jemi në momentet më të favorshme, atëherë ai do të na gjendet neve, edhe do të na shpëton, do ta ndihmon kur ne jemi në nevojë edhe në raste dhe vështirësi të ndryshme. Atëherë efendi, çka mund të themi, çfarë vlere ka dhikri? Dhikri do të thotë ka një vlerë, kanë krahasu dietar dhe thonë aq është i domosdoshëm, duke bërë krahasimin e peshkut për ujë, që nuk mund të mbijetoj, po ashtu dhe një besimtar për një jetë shpirtërore, për një jetë fetare, pra nuk mund të paramendohet pa dhikr. Një nga sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, ju drejtu dhe i tha, o i dërguari i Allahut, më këshilla, më jep këshilla sepse detyrimet e Islamit janë të shumta, e dëshiroj që ta kem një ti përmbam asaj fort. I thot pejgamberi alayhis salam, pra wala yazalu lisanuk ratban min dhikrillah, letjet gjuha jote për herë e lagt me përmendjen e Allahut. E njom gjithmonë me përmendjen e Allahut, do thot porosia e pejgamberit alayhis salam që vlen edhe për
për ne dhe për çdo besimtar, çdo kënd. Do të thotë ka vlerë shumë të madhe, apo? Vlera është pra shumë e madhe e dhikrit, për ata është përmend në shumë në Kur'an dhe ndërlidhet pra me jetën e besimtarit, me çdo moment ti, me fillimin e ushqimit, përfundimit, e si do të shohim edhe me lidhjen e ibadeteve. Po këtu do të ishim dalë sa ndikon dhikri tek personaliteti i besimtarit dhe besimtarës. Dhikri është po kërkohet që sa më shumë atë çfarë ndikimi mund të ketë edhe. Jo vetëm sa ndikon, po si sigurisht. Çfarë ndikimi mund të ketë. Dhikri ka një funksion të rëndësishëm për njeriu, si në aspektin shpirtëror, sigurisht, si në aspektin shpirtëror, po dhe në atë fizik. Edhe psiqik. Edhe psiqik, sigurisht, në aspektin psikologjik, ndikon tek njeriu shumë. Mjafton të përmendë fjala e Allahut ku thotë se përmendja e Allahut i qetëson zemrat, i stabilizon zemrat, i zbut zemrat. Sidomos në këto kohë kur kemi depresione të shumta. Sigurisht nuk ndodh, thot pejgamberi alayhis salam, që ta godet një besimtar, hammun wala hazn, ta godet as mërzia, as brenga, as çfarë do lloj ankthi apo stresi i ndryshëm, e që mos ta lut Zotin me emrat e tij të mirë, që ta bëj Kur'anin pranverë të zemrës, edhe dritë të gjoksave, e që Allahu mos ja shndron atë shqetësim ti, atë breng ti, ebdelehu ferahan. Po ja kthen në gëzim, ja kthen në harmoni, ja kthen në hare. Pra kështu lutja Allahut, atëherë ku i drejtohemi ne atij, do të ketë një efekt shumë të madh në jetën e besimtarit, në aspektin shpirtëror, po edhe fizik dhe psiqik. Përmendet hadithi i njohur i pejgamberit alayhis salam, kur i është ankuar vajza e tij për punë shumëta, për jetën e vështirë me fëmijën, ato kushte që kanë jetuar, duke kërkuar që të ketë një shërptor apo një shërptore. Një lehtësim, i thot pejgamberi alayhis salam që para se të vjesh për të fjetur, pra thuaj 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, pra lavdëroje Allahun, madhroje atë, Allahu Akbar, po ashtu, e do të ndikon që të forcohemi edhe në aspektin fizik, se gjithmonë pra janë të ndërlidhura edhe aspekti shpirtëror, edhe aspekti fizik. E kështu që ndikimi i dhikrit është shumë dimensional, është i pazavendësueshëm, i pakrahasueshëm, pra ta përmendja Allahut, që është një gjë shumë e madhe, e fadhkuruni adhkurkum, me përmendni ju mua, ju përmendi juve. Allahu në Kur'an thot, me përmendni ju me ibadete, Allahu do të na kthehet neve me shpërblime të mëdha, me të mira të panumërta. Në këtë rast pra dhikri është që duhet na shoqëroj dhe tërë jetën tonë, çdo moment, çdo situatë, kudo që të jemi. A kalojmë te lidhja e dhikrit i nderuar, çfarë lidhje ka me ibadetet e tjera, se ju, do të thotë përderisa ka kaq rëndësi dhe kaq pesh, çfarë lidhje ka me ibadetet e tjera dhikri? Sigurisht se dhikri apo përmendja për kujtimi i Allahut me zemër edhe me gjuhë edhe në format që i përmendem, kjo është vetë baza e ibadetit. Dhikri çdo herë ju përprin ibadeteve, adhurimeve, është pjesë e adhurimeve edhe bën përcjelljen që përfundim i adhurimit prap është kërkohet që vazhdohet me dhikr. Kur është fjala te adhurimet, lidhja e dhikrit me adhurime, mund përmendim këtu edhe dim fort mirë se para se të falim namaz, këndohet ezani. Ezani çka është tjetër përveç se edhe në fillimi i saj në dhikr, përmendje Zotit. Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Pra po fillojmë me dhikr. Pastaj abdesti, marrja e abdestit kur themi bismillah. Pra gjithmonë dhikri na përcjell dhe ibadetet nuk mund të mendohen pa dhikr. Pastaj thot pejgamberi selam, ai i cili pas përfundimit të namaz, abdestit, po dhe gjatë abdestit të përmend Zotin, po duaja pas abdestit, ku thot ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, pra duke dëshmuar se Zoti është një, nuk ka shok tjetër, dhe i dërguar i tij është Muhamedi alayhis salam, thot atij hapen 8 dyert e xhennetit.
Le të hyjnë Në prej moment cilës se- Në del. moment të përmendit, do thotë. Do thot përmendja e Allahut, dhikri e përcjell çdo ibadet. Pastaj namazin. Po. Namazi fillon vetë tekbiri fillestar është me fjalën Allahu Akbar. Pastaj këndos subhanak Allahumme, që është lavdërim, madhërimi i Allahut. Kur bim në ruku me subhan, do thotë edhe kjo dhikr, gjitha këto janë dhikr. E pas përfundimit namazit, po ashtu, kur themi 3 herë Astaghfirullah, siç ka ardhur në hadith, e Allahumma ente selam. Pa dhikri është edhe kërkim falja, istighfari. E kështu dhikrin e përcjell, madje fa idha faddu min arafatin fadhkurullahe. Kur ta kryni Do të lidhe Shtjeri. me haxhin. me haxhin, përmendni Allahun. Pastaj pas namazit të xumas, fa idha qudiyatis salatu, e kur të përfundon namazi, shpërndahuni në tokë, wabtaghu min fadlillah, kërkoni nga mirësitë e Allahut, wadhkurullaha kathiran. Dhe prap urdhni që ta përmendni Allahun shumë. La'allakum tuflihun, nëse doni shpëtimin, nëse doni të shpëtoni. Domethënë edhe shpëtimi I ndërlidhur me dhikr. Pastaj madje edhe përballja me armikun, wa idha laqitum fi'atan fathbutu, kur përballeni me armikun, qëndroni, të jeni të pathyeshëm, wadhkurullah, dhe përmendni Zotin. Do thotë në çdo kohë, në çdo moment, përmendja e Allahut ndërlidhet me ibadetet, me gjitha adhurimet, ose janë përcjellse, është vetë në brendin e saj, apo edhe pas kryerjes së tyre. Ne jemi në muajin Ramazan, efendi. Prandaj ky muaj, a mund të quhet dhe ky muaj i dhikrit, përderisa kemi edhe, do thotë, për plot adhurime, po edhe do thotë çfarë ose ndryshe edhe lidhja e dhikrit me Ramazanin, a mund të themi se në Ramazan bëhet dhikr më shumë? Sigurisht se Ramazani, përveç që është muaji i agjerimit, muaji i Kuranit, muaji i pendimit, është edhe muaji është quajtur Ramadanu shahru dhikri. Ramazani është muaji i dhikrit, duke pas parasysh leximin e Kuranit që bëhet në të, madje në xhamit tonë lexohen edhe mukabele. Leximi i Kuranit është një nga ibadetet të mëdha që është po ashtu dhikr. Shpërblimi i tij është i madh, për mos të hyrë te leximi i Kuranit për një shkronjë, nuk po them thot pejgamberi selam elif lam mim, dhe shpërblimi mirë, po elif 10, lam 10, mim 10, do të shpërblimet janë shumë të mëdha. Edhe në muajin e Ramazanit, çdo vepër e cila kryhet në muajin e Ramazan, shpërblimi i saj është shumë fisht me krahasim me jashtë këtij muajit. Pra çdo vepër shpërblehet më tepër. Vepra e njëjtë e kryer. Që bëhen në para iftarit, edhe në kohë të fyrit, a futen në kuadër të dhikrit? Sigurisht në kohën e iftarit, pejgamberi alayhis salam thot thalathatun la yuraddu du'a. Se 3 personave nuk ju kthehet, nuk ju refuzohet duaja. Agjëruesit në kohën e iftarit. Është fjala përderisa janë dua, a mund të përfshihen edhe tek dhikri? Po sigurisht, dhikri është një nocion që përfshin edhe duat, edhe istighfarin, leximin e Kuranit, do thotë lidhja jote me Krijuesin, përmendja e Zotit, e cila bëhet në forma të ndryshme, bëhet edhe pavarësisht edhe pozitave, siç është ardhur. Tek ne shumica e kuptojnë se dhikri është vetëm pas namazit. Tesbih që bën tani, do thotë çato tesbih është edhe dhikr përderisa. Jo, dhikri është domethënë mbas kësaj që dëgjojmë nga ju, ajo është do thotë përfshin shumë aspekte. Madje atë që e potencua aty në kohën e syfyrit, gjithnjë, në veçanti tash kur zgjohemi, ajo është 1/3 e natës, ajo kohë shumë e volitshme për pranimin e duave, wa bil ashari hum yastaghfirun. Allahu thot në kohën e syfyrit, ata kërkojnë falje, ka lavdru e besimtarët. E kështu që Ramazani është një muaj i mundësive të mëdha. Është një sezon shumë e bujshme. Çdo vepër e cila bëhet në Ramazan, shpërblimi i saj rritet. Falja suneteve në muajin e Ramazan ka vlerën si të farzit. Falja e farzit sa 70 farzë jashtë i muajit. Do thotë patjetër që edhe dhikri në muajin e Ramazan, sikurse edhe sadakaja, sikurse edhe çdo vepër tjetër e mirë e ka shpërblimin
Dhe shpërblehet shumë fisht, edhe dhikri shpërblehet shumë fisht, ka shpërbime të mëdha në këtë muaj, nëse jo në këtë muaj, të kur dhe çfarë kohë do të presim që t'i kushtohemi më shumë Krijuesit ton, në veçantë në kohën e iftarit që është një kohë e pranimit të duave, ku është edhe të ne tradit kur ulemi disa minuta para fillimit dhe para fillimit të ngrënjes, bëjmë dua së bashku, andaj besimtari duhet të kushtoj shumë kujdes dhe ta shfrytëzoj çdo moment, në veçantë të jetës tij, po edhe aq më tepër të muajit Ramazanit që ta përmend Zotin, ta forcoj lidhjen me Zotin dhe të jetë për robëve që gjuhën ta ketë larg duke përmend Krijuesin e tij, Allahun fuqiplot. Efendi, dhikri, a duhet të jetë vetëm në gjuhën arabe apo bën edhe në gjuhën shqipe që të jetë ai? Si e sqaroni atë? Dhikri Do të thash për shembull, në vend shpesh herë njeriu thot o Zot, më ndihmo o Zot, ty të kofsha fal, veç ty të adhuroj. Atë në gjuhën shqipe, për shembull, tash një pjesë e madhe nuk din gjuhën arabe të bëj dhikr. Pranohet, do thot, në gjuhën shqipe. Sigurisht se përmendja e Allahut, këtu mund të hyjë edhe këshillat që bëhet për hir të Allahut, edhe është një lloj ftese që bëhet për te Allahu, edhe sa ta përmendim Zotin, mjafton që të përmendet nga zemra, të tregohet dashuri për të ketë mall besimtari për Allahun. Sigurisht edhe këto arrin efektin e tyre, mirë po besimtarët, të paktën ata që nuk din ajo që kërkohet, si bismillahi, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, pra fjala la ilaha illallah, e cila është efdalu dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah, është fjalë që kanë thënë gjithë të dërguarit, dëshmia se nuk ka zot tjetër për Allahut. Kjo fjala la ilaha illallah me që jemi të dhikri, do ta përmendja një rast kur Musa a.s. Wa kellem Allahu Musa teklima, si thot në Kur'an, Allahu i foli Musait, thot me një rast i drejtohet Zotit xhaleshanuhu Musai a.s. dhe i thot më mëso disa fjalë me cilat do të përmendi ty. Edhe i thot Zotit thuaj o Musa la ilaha illallah. I thot Musai, o Zot, po gjithë njerëzit edhe tjerë të thonë këtë fjalë. Mëso diçka që të them unë, të përmendi unë, të veçantë. E Musa a.s. kështu ishe me këtë kërkesë, e Zoti xhaleshanu i thot, o Musa, të thuaj këtë fjalë la ilaha illallah. Se nëse vendoset në peshore, kjo fjalë në një anë, dhe në anën tjetër, shatë qej dhe toka, më rënd do të peshon të kjo fjalë, se sa gjitha këto. Thot, aq është vlera e madhe e fjalës la ilaha illallah, e kësaj fjale që është qelësi i xhenetit, pra që duhet shqiptohet, pra dhe të besohet njëkohësisht me zemër, me bindje të plot. Atëherë, a mund të themi se qelimet për cilat vazhdimisht do thot përdoren dhe këndohen, kuptohet edhe për ta lutur Zotin që t'i ndihmojë të vdekurit, të shpirtit të ndjerit, por edhe faktikisht shumica e njerëzve, sidomos në zonat e Prishtinës, e këndojnë qelimen vetë personi derisa është gjallë. Atëherë është një përmendje shumë e mirë për do thot në aspektin e fetar, do thot ka një vlerë të madhe apo jo? Sigurisht përfitimi nga qelimi është përfitim i pakontestueshëm, sikurse i dhe leximit të Kuranit, dhe për të mos hyrë është temë tjetër, mund t'i dhurohet shpërblimi, sikurse një dhurat të vdekurit, i cili ka kaluar nga kjo botë. Është një dhikr i bukur, do të thotë. Pa dyshim. Është një dhikr që po sa i përket formave e këtyre mexhliseve të dhikrit. A mund të bëhet dhikri në grupe apo në mënyrë individuale apo në xhami, në shtëpi edhe kështu me radhë? Pra dhikri sistem duhet na përcjell në çdo situatë, në çdo vend, edhe përmendja e Zotit, siç ka në Kur'an, e përbashkët me tjerët në grup, siç thot në Kur'an, ata cilët e përmendin Zotin,
më thonë shumë se ata që e përmendin Zotin, në këmbë, ullur, të shtrirë, edhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiellit dhe tokës, dhe thojnë, o Zot, këto nuk i krijove kot, subhaneke, ty takon madhërimi, ti je i lartësuar. Kuvendet e dhikrit janë, mund të quhen edhe kopshtet e xhennetit në këtë botë. Kështu i ka thujt pejgamberi alayhis salam, madje ai thot një hadith, thot që të shoqërohem dhe të ri, dhe ta përmendi Zotin së bashku me të tjerë, mbas namazit sabahit deri në lindjen e diellit, apo mbas namazit i kindis deri namaz të akşamit. Është më mirë për mua se lirimi 4 robëve. Dhe thot, aq është dhikri ka vlerë, madje është hadithi i njohur, për cilë e Buhurejre në Sahihun e Muslimit, kur pejgamberi alayhis salam kishte hyrë me një rast në xhami, për cilë Muaviu radiallahu anhu, dhe i sheh disa nga sahabët së bashku në xhami, duke përmendur Zotin, edhe i thot, çka është ajo e cila ju ka bë bashk? Përse qëndroni bashk, jeni në këtë tubim? Ata i thonë për ta përmend Zotin o i dërguari i Allahut. E i pyet 3 herë. E atëre i thot pejgamberi alayhis salam, thot, ma ejlesekum, do thot, çka ju ka bërë që të rini bashkë, vetëm nëse është atëherë kjo vetëm për hir Zotit, atëherë mu më erdhi Xhibrili më tha, inna Allah yubahi bikum melaiketehu, se Allahu mburret me ju të melajket e tij. Do thot, mu mbur Allahu, çfarë privilegji mu mbur Allahu me ty. Do thonë me atë qëndrimin së bashku, që për interes jo të kësaj bote, mirë po ekskluzivisht vetëm për hir të Allahut, kur ato janë kopshtet të xhennetit, e kur kalojmë për aty ne duhet të përfitojmë. Në ato vende ku mlidhen besimtarë, zbret qetësia, zbret rahmeti, falja Zotit, edhe zbret preje shpirtërore mbretëron, begatia e tij. Prandaj përmendja dhikrit, si që është ardhë, se unë jam me robin tim, kur ai në hadith kutsi, kur ai mendon për mu, nëse me përmend, në dhekereni fi nefsi, dhekertuhu fi nefsi, nëse me përmend në vete, edhe unë e përmendi në vete, nëse me përmend fi melein, pra njerëzve, në grup me njerëz, pra një tjerve, edhe unë e përmendi të meleqt, pra Allah të përmend ty, përmendesh të banor të qiellit, të melajket, të ato krijesa që nuk gabojnë, të ato krijesa që janë gjithmonë në adhurim, fisnike të pastërta, që nuk gabojnë asnjëherë. Do thot përmendja e Allahut është diçka shumë e madhe. Madje Allahu në Kur'an thot eqimis salate li dhikri. Falë namazin që të më të kujtoni, të përmendni mua. Do thotë vetë falja e namazit është që të përmendet Zoti, që gjithmonë ta kemi parasysh, e mos ndodh që ta falim një namaz, e ndoshta mos ta mbien mend për Zotin, as mos ta kujtojmë atë e kështu me radhë. Prandaj dhikri është një rëndësie të veçantë, është po ashtu një ibadet i lehtë, që nuk na kushton. Sa mund të jetë një ibadet dhikri? Dhikri është një ibadet shumë i lehtë. Atë mund ta bëjmë edhe gjatë punëve tjera, mund të gjatë ecjes, mund ta bëjmë edhe format ndryshme. Gjatë lëvizjeve, gjatë ngasjes së automjetit, mund ta bëjmë edhe gjatë punës tonë nëpër ara. Pra është një ibadet shumë i lehtë me gjuhë, që i cili do thot na pasuron shpirtërisht. Ibadet që i lehtë, thot pejgamberi alayhis salam, edhe ai ka përshkruar të lehtë, thot një kelimetani khafifetani ala lisan, thot janë 2 fjalë, janë shumë të lehta për gjuhën. Thaqiletani fil mizan, janë në peshore, rëndojnë shumë. Habibetani ila Rahman, janë të dashura shumë për Allahun. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Do thot të lehta për t'i kry. Besimtari e ka parasysh këtë, e lehtë, sjell kënaqësi, mbjell në shpirt, mbjell në prehje, forcon lidhjen me Zotin, po edhe nuk është që është e vështira, po që kërkon ndonjë procedurë diçka
veçantë mjafton pastrimi i zemrës dhe me gjuhë. Prandaj duhet ta kemi parasysh këtë gjithmonë që ta përmendim Zotin. Përmendet këtu një njeri, thot Ibrahim Edhemit, më këshilla, thot përmende Zotit. Thot po e përmenda. Thot përmende aq shumë sa derisa të tjerë të mendojnë se je i marrë. Do të thonë shumë përmende Zotin. Të jetë përmendja e Zotit që na përcjell çdo herë është e lehtë, po është shumë kënaqësi. Besimtari kur ta provon këtë, atëherë do të ndjen kënaqësi dhe nuk do ta paramendoj jetën e tij pa përmendjen e Allahut. Madje përmendet se banorët e xhennetit duke qenë në xhennet, duke shiju të mirat e paimagjinueshme që i ka përgatitur Zoti atje, për një gjë të kësaj bote pendohen. Pendohen vetëm për kohën që ju ka kaluar që nuk e kanë përmend Zotin. Inshallah Zoti na bën për atyre të cilët përmendim Zotin shumë, Amin. Edhe besimtarët të cilët janë agjërueshëm, inshallah Zoti ju ndihmon edhe në përmendjen e Zotit vazhdimisht. Ne të falenderojmë shumë Efendi për të gjitha këto sqarime, për gjitha këto fjalë kaq të bukura. Inshallah Allahu edhe ju ju shpërblen me të mirat e tij. Inshallah keni agjërim të pranuar te Zoti. Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen tuaj dhe lutim Allahun që të keni agjërim të pranuar dhe të lehtë, dhe derisa takohemi në takimin e radhës, ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Zotit fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.